Vllaznia e futsallit është kualifikuar në turin e dytë të turneut ndërkombëtar Ulqini Open 2026. Ky kualifikim u arrit mbrëmjen e djeshme pas fitores ndaj ekipit Patik OHS Shop me rezultatin 2-0. Fitoria u sigurua fal 2 golave të realizuar nga Mateu Çardaku dhe Besfort Gjoklaj në sfidën e zhvilluar në Pallatin e Sportit Marshall Tito në Ulqin. Pjesa e parë u karakterizua nga një luftë fortë sportive dhe rivalitet, por asnjëra nga skuadrat nuk arriti të shënojë, duke mbyllur me rezultatin e bardhë 0-0. Ndërkohë në 20 minutat e pjesës së dytë erdhën 2 gola spektakular me protagonist Çardakun dhe Gjoklajn, të cilët vulosën fitoren 2-0 për kuqeblut. Kjo ishte ndeshja e tretë për ekipin e drejtuar nga Arben Xhaferi. Sfida e parë e këtij turneu për vllaznin ishte ajo ndaj Balkan Eagle, e cila u mbyll në barazim 4-4, më pas erdhi humbja në ndeshjen e dytë ndaj ekipit të Zogajve 2-0, ndërsa përballja e tretë ishte ajo ndaj Patik, ku vllaznia fitoi 2-0, duke siguruar kualifikimin në turin e dytë. Vlen të theksohet se kalimi i vllaznisë në këtë tur mund të realizohej edhe me një barazim në ndeshjen e tretë, por skuadra kuqeblu fitoi. Me përfundimin e të gjitha ndeshjeve të raundit të tretë në grupe, që u mbyllën në mbrëmjen e së premtes, organizatorët e turneut pritet të hedhin shortin përkatës. Vllaznia e futsallit si konkurrente e grupit B do të mësojë rivalet me të cilët do të përballet në kërkim të avancimit më tej dhe realizimit të objektivit për fitimin e trofeut.